ku Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një debat dhe një seancë më të gjatë të viteve të fundit, teksa miratoi në parim projekt buxhetin e vitit 2026 me vlerën e 8.8 miliard eurove dhe paketën me 8 projekt ligje fiskale. Diskutimet e nisura paraditën e ditës së djeshme u mbyllën në orën 02:40 minuta me një atmosferë të tensionuar, debate të zgjatura dhe votime të ndara. Buxheti mori 83 vota pro të socialistëve, ndërsa opozita e rrëzoi tërësisht duke e akuzuar qeverinë se po shton buxhetin dhe borxhin dhe po favorizon po ashtu bizneset e mëdha. Në kampin socialist nuk munguan përplasjet. Deputeti Erion Braçe dhe Vullnet Sinaj u distancuan nga 3 projekt ligje të rëndësishme të paketës fiskale. Braçe nuk mori pjesë në votimin e projekt ligjit për sistemin e taksave vendore, ndërsa Sinaj kundërshtoi 2 projekt ligjet e paqes fiskale. Projekt ligji kryesor i fshirjes së pagesës së detyrimeve tatimore parashikon po ashtu faljen e rreth 500 milion eurove borxh dhe gjobë të pambledhura deri në 31 dhjetor të vitit 2014. Ndaj detyrimeve të krijuara në vitin 2015-2024 ofrohen lehtësime, por me kushtin që bizneset të shlyejnë një pjesë të borxhit brenda vitit 2026. Ndërkohë, marrëveshja 3 vjeçare e paqes fiskale me bizneset me mbi 14 milion lek xhiro parashikon vendosjen e një marzhi fitimi prej 18% dhe një takse 5% mbi fitimin që tejkalon atë prag, duke krijuar kështu një skemë më të favorshme për bizneset e mëdha krahasuar me taksimin aktual që është 15%. Në fushën e pasurisë së paluajshme, projekt ligji i rivlerësimit u jep qytetarëve mundësi që të përafrojnë vlerën reale të pronës kundrejt një tatimi të reduktuar në 5%, duke ulur kështu ndjeshëm koston për diferencën e çmimit në shitje.